Ka filluar të nderuar seanca konstituive të legjislaturës 9. Kam nderin dhe kënaqësinë që mbështetur në nenin 9.1 të rregullorës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë Avni Dehari, në cilësinë e deputetit më të vjetër për nga mosha në legjislaturën e 9, ta kryesoj seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të dalë nga zgjedhjet e rregullta për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura me 9 shkurt 2025 deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Në kryesimin e seancës do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha, zonja Sala Jashari. Me këtë rast, më lejoni që në fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të gjithë deputeteve dhe deputetëve të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, kam kënaqësi të veçantë që të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar. Zëvendës ambasadorit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Ralan Hill. Shefi të zyrës së BE-s në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, ambasadorit Aivo Orav. Ambasadorët e vendeve mike të akredituar në Prishtinë dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe mediave që po e përcjellin këtë seancë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, kryetari i Kuvendit i legjislaturës 8, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar vende në Kuvend të mbajtur më 8 prill 2025, ka bërë përgatitje për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës 9 të Kuvendit, të thirrur nga Presidentja e Republikës së Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu. Rendi i ditës për seancën konstituive të legjislaturës 9, i cili është shpërndar deputetëve së bashku me materialet përmban: 1. Formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhjen e nënkretarëve të Kuvendit. Të nderuar, një njoftoj se në seancën konstituive nuk zhvillohet debat. Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të nënkretarëve të Kuvendit. Ndërprerjet gjatë seancës konstituive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ju njoftoj se në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullorës së Kuvendit, subjektet politike të përfaqësuara në Kuvend e caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision duhet ta shqyrtojë dokumentacionin përkatës për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajtura me 9 shkurt 2025 dhe Kuvendit t'ia paraqesë raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit, si dhe verifikon kuorumin në seancën konstituive të legjislaturës së 9. Kryesuesi i komisionit të përkohshëm do të jetë nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje me numrin më të madh të deputetëve. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozojë një deputet për kryesues të komisionit. Faleminderit i nderuar kryesuesi i seancës konstituive.
Të nderuar deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të grupit parlamentar propozoj deputetin Artan Abrashi që të jetë antar një herët edhe kryesues i Komisionit për verifikimin e quorumit të mandateve. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, propozoj deputetin Përparim Gruda. Faleminderit.